lufta ndërkombëtare. Edhe sa I kapa ato tantellat. Rash në pasionin tim duke rreziku njerëzimin. Unë në kisha rreziku njerëzimin. Si Maria Antoneta, e hëngri, se kishte ble tantella gjona kështu. Edhe unë katë. Pa u harroj historia tantellave pastaj. Po tash vazhdo me tantella? Ku t'i gjej mami, po ku t'i gjej mami, po tashi, ku shno tantella e cmurit, a do magnes me kile online, a do kështu. Hadhe ti Gjan Ham, thot dhe mu, hadhe ti zemër, unë, ku kam kohën, I paske lënë, sa mirë që I ke harruar se do t'i pi unë se mu barua imi, po vazhdo pi zemër, vazhdo. Edhe gjellën se paske ngrënë, po ti s'ha fare, po s'kam fuqit haj, se jam shumë e lodhur, s'ka gjë se a hajon. Po kështu si ke punët mirë, se e shëmtuar shumë, nuk qof dot me sy. Po qa të bëj unë të ashti? Po shëmtojnë për ty. Jo, unë të du të bukur, duhet jesh dhe bukur dhe shëmtuar që të ndihmosh tjetrin, po kur shëmtohesh së do më dhe pastaj me afto të shërohet si do gjejmë në një të shëmtuar edhe ne dhe do të kalojmë me të shëmtuar shumë mirë. O dje mo, dhe hajtë për hak të na bone për ananas. Hajë, shpirto shplaju, se kur s'ke të dashur këto lloj monologësh do bësh të hallit. Nuk dua të dashur kot, sa për numër. Jo, sot edhe Blerina ka kërkuar boyfriend, ajo është gjithë energji, ka filluar të gjuj kështu, shtylla gjëra për plek këmbët në për tokë, ka gozën e epilepsi, sillni në njëri këtu çka gozë është gjynaf, sillni se gjithë to janë të busy. Nuk e ka për mua, se unë jam gocë. Jo, Blerina, busy man, po dhe ti drejt gocimit jetë shku. Drejt gocimit. Po përpiqemi të majmë, po aha. Unë jam drejt hynjezimit tashi, do bëhen tempuj për mua. Qyqa, zbrit komët në to. Zbrit komët në to, gruje, zbrit to. Po, periuda me të mërshme jetësime, kur më thoshin ikon. Qyqa minone, qyqa. Fillun të shkëput komët nga toka, po njitësha në qelë, për zgjalli. Shkatrimi imazhit është fillimi jetës. Shkatroni imazhin njerëz, filloni jetën. Unë e bona imazhin. Ju tregova historinë e Kristianit si e shkatroi imazhin. Edhe shkoj deri në Brazil, bleu I shtëpi me një nga me ato fuqiat që kena pas ne përsipër, edhe I kemi. Edhe filloi jetë njeriu. U boi lumtur. E la Parisin, Francën, I la të gjitha, me shtëpi me I fuqi përsipër, herë me drita, herë pa drita, u kënaq robi, aty kishte qenë gjithë halli lumturisë. Kristiani ty? Jo, është Kristian që kam tregu historisë pa pamet. Qa Kristiani? Ua. Ky më thoshte mua, ky ishte eksponent ndërkombëtar që merrte shkrimtar në rezidencë arti e kështu, ishte njëri shumë I njohur. Po siç duket, jo, unë kujtoja se tallej ky kur pinte. E kam pas mami prostitut, dhe I kishte ngel menja aty. Dhe gjithkohën ky të provokonte sikur do të çmoralizonte. Dhe herën e parë kur u takuam, se do t'i bish kur se e din këtë histori, u takuam në Avignon, në një kështjellë fantastike. Më tha mu, ti amerikane. Jo, I thashë, filloi lufta. Jo, si, o vllai thashë, unë jam shqiptar, po shqiptarët amerikanë janë, po. E kishte Kastile. E nëse do flesh me mu, unë fillova që të fleju me ty, o zonjë tha, po ti që I ke tha shumë me pacip, tha, unë s'po të them bësh gjë, tha, unë po them thjesht flesh. Nëse, shkum aty, po hoteli ishte kështu transparent, ishte nga jashtë, me një pishin, me një hall, që gjithë e panë që shkova aty. Të fillon natën I pal rufe, I shi, ky me I zemër, se ky nga që ishte alkoolizuar, kishte bërë dhe droga I ri, por zinte gjumi, ishte si fantazën, edhe pse I ri. U të merrova me atë fytyrë në ndritën e rrufes, s'bëja si gjë, mëngjes dol për dore prapë me mua. Tash I gjithë këto kujtojnë si ishte bon nami. Hiç ky I qet fare, dhe unë I qet. Ishte një që bënte fjalorët, ishte një burr I vjetër, po I shoqëruar me një çun të ri. Ama tha zonjë, jam shumë kurioze, zonjushta jam kurioze, por ju se isha më e ret. Dua një foto, tha, bashkë me këtë shoqëruesin tim, siç duket. Ja ishte I tjetër prerje. Jo, faleminderit thash, jo me këtë çunin, thash, me ty e bëj foto. Ne bëra një foto. Edhe ishin të tërë, të habitur, si s'na ndridhi I qerpiku. Po s'kishte ndodhur gjë hiç. Na fton ky. Dhe do t'i bish kur se kam dhe në Sanremo histori tjetër me këtë që Deçi preu durët në ashensor aty, që donte me më bëj intervistën e çmimit, një burr plak I shekullit 19 që kishte atë, hajde me mua tha do më bësh masazh aty. Këta prisnin poshtë, ma shkatrojnë mbrëmjen komplet. Nëse, s'po I tregoj hollësirat e masazhit ti. Na thret mua familjarisht tash që do shkonin në Francë. Edhe marr dhe burin, shkon tonë, marr dhe burin, fëmijët e tij sa arrin I thot atij për mua.
kjo është e dashura ime në drejt. A i bëhet ty. Tash që ti thoja, merë ky, robat ikën, kishte edhe një kandidate, në fakt, ja kishe gjetë kjo e motra. Ikën. Hikon ngela unë me 2 kalamajt atje, u bëra shumë keq, po pse i thej, po që s'është e vërtetë e kështu. Ky kishte kënaqësi se i shkatronte gjithë njerëzit që ishin lidhur në fallicitet, në besimin seksual. Kupton? Çdo gjë e shkatronte. Edhe se kështu merrte hak për nënën e vet, po unë se kuptoja. E si përfundim që t'i bëjmë shkurt, unë kur doja me hiku, bë një sherr i madh. Ai më tha, do hikësh, tha, kishte fut këtu një mikesh tjetër, një nga këto me ngjyrë që shpresonte ta punësonte. Bënte lojë tashti, midis të treja ne, sekretaren e kishte një marokene yll. Unë kujtoja që kishte të dashur. Sepse ashtu sillej. Ajo kujtonte që unë isha e dashura e këtij. Kjo e zeza kujtonte që të dyja ishim të dashurat e këtij. Një rrëmuj që krijonte, nuk e ke ide. Nëse i them kësaj marokenes që ishte yll. I them dëgjoj këtu. Unë dyshoj që ti e ke të dashur. Jo, tha, unë mendoj që ti e ke të dashur. Jo, unë se kam. Vërtet më tha? Më betosh? Nuk e kam, i thash, unë aja shusile, nuk kam gjë. As unë tha, s'kam gjë. Thash, dhe po më luan lojën që duhet shkoj në aeroport, i thash me këtë. Me këtë të zezën, për të na krijuar idenë ne të dyjave që është ajo. Prandaj i thash, unë nuk hiki. Tha, do të të qoj unë në aeroport, filloj një sherr i madh, me atë pse ta qosh ti në aeroport e kështu ashtu. Domethënë na kishte bë lëmsh gjithara. Si përfundim, kur vinë shtëpi unë, masakosh, s'kishe kalu i vit 2, fillon të më vinë letra mu nga një spital psikiatrik shumë i famshëm, i Parisit, që është anash, La Kristiani, ishte në spital psikiatrik. Tash unë se dija që ai kishte ndodhur, dhe nga shkrimi s'kuptohesh asnjë gjë, letrat e një smuri. Kjo marokene, ky kishte dashur ta hiqte nga puna, se s'ja kuptonte shakat, kjo e kishte hedhur në gjyq për provokime. Gruaja kishte ndarë, gjyqi kishte hiq nga puna për këto lojrat. Ky ishte çmend. Dhe ky kishte kapërcyer tash, se ky vetëm luante, mirë po doli imoral përpara gjithëve. Shkojnë çmendin, e kaloi dhe krizat e çmendinës dhe ishte nisur për në Brazil. Në Brazil e gjen një vajzë dhe e mat, kjo goca ke muri. E mat i thot je 10 cm larg vdekjes. Jo, je 1 cm larg vdekjes, je gati për të vdekur, kështu që do jetojmë bashkë. Dhe bën sikur është e dashuruar me këto. I bënte dashuri, ne gjitha ky shkoi, se ishte gocë e re. Filloi të jepte edhe leksione në Brazil. Bleu dhe një shtëpi me fuqi për sipër. Herë vinin drita thjesht vinin, filloi të bëhesh i lumtur. Kjo goca mas një 6-7 muajsh e traumatizoi. E mat prap ke muri, se aty i maste njerëzit kjo. Je 10 cm në larg vdekjes, Kristan. Unë po hiki. Ua, thot ky, unë kujtoj që ne duhemi, thot dashur. Jo, thot, zanati im është gjithë jetën të gjej njerëz që janë 1 cm larg vdekjes. Ti çoj deri 10 dhe unë hiki. Në këtë gjendje vjen kjo, unë tregon gjithë historinë e tjerë. E mla, megjithatë tha tash jam më mirë, po. Tani ç'më bën i poshtri me burrin, pra shoku. Fillojnë bëjnë të dy sikur pinin raki dhe ishin të dehur. Këta e derdhin në banjo rakin. Kishe shku Demigjani, i rakis, kaq. Unë si e çmendur dhe bëjnë të dy sikur ka rënë të fikot. Unë, Kristian! Hajde këtu, hajde. No, ngri njërin, binte hardak. Hajde pije këtu më. Ngri njërin, binte hardak. Ngri tjetrin, binte hardak. Tash pas kanë vdek këto dy. Demigjanin e gjej kaq, nga kaq. Tash pas kanë bën nami në raki këto, e derçin banjo. Edhe thoshin për mushi sa budallaj që beson çdo gjë. Po, gjë. Kur zgjohen të dy si vampira, nuk doja t'i shifja më me sy. Domethënë gjithë loja e këtij ishte tallu me bezimin fallik burr-gru. Tallu sepse donte të merrte hak me për nënën. Po tash keni kontakte me ja? Jo, ore, mas asaj që besoja që rakia ishte nderdhur në banjo s'ma vari, mos ma fish këllë, pa kjo qega fare budallaq. Qajun, se vdiqën të dy. Qaju, uluri. Roshpert! Kristian, qatë ka ndo? Ngri njërin ata binin, ngri tjetërin. Kur fillon të